Përshëndetje miq të FSHF-TV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit. Kombëtarja shqiptare ka nisur zyrtarisht grumbullimin në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet miqësore ndaj Izraelit dhe Luksemburgut, ndërkohë që Egnatia është shpallur kampione e Shqipërisë pasi ka fituar ndeshjen në Elbasan Arena ndaj Dinamo City dhe është viti i tretë radhës që tashmë merr edhe trofeun kryesor. Për këto dhe sigurisht diskutime të tjera, kam kënaqësinë të kem në studio, shpëtim dura, shumë trajner i njohur, faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Jurgen Zela, kolegi i FSHF-TV-s, faleminderit Jurgen. Dhe Florian Riza si për herë në studio me ne. Përshëndetje Riza. Përshëndetje. Dhe je shumë i angazhuar, se në fakt nuk është vetëm kombëtarja shqiptare e cila do të jetë aktive në këto ndeshje, por sigurisht janë dhe gjitha kombëtarët e moshave apo jo. Në përjashtim të njerëz. Në përjashtim të njerëz. Pra do thotë që kemi dy kombëtarë të vajzave që nuk marrin pjesë, kemi kombëtarë të 15 vjeçarëve që nuk marrin pjesë, por kemi 16 ndeshje për të bërë një seri për 10 ditësh. Qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë saj, qoftë ndeshje miqësore, qoftë zyrtare, pra angazhim total dhe besoj që ky është një nga rastet e rënda ku pothuajse gjithë federatat është shpërndarë në terren për të organizuar ndeshjet apo mini turnet respektiv. Po, patjetër, dhe vlen të thuhet në fakt ky qershor është vërtet shumë kuqezi sepse përfshin edhe kombëtarët e vajzave po ashtu dhe të djemve. Mirë, fokusohemi te kombëtarja A. Trajneri Maran ka bërë me dije listën e 27 lojtarëve fillimisht në fakt të grumbulluar për këto dy ndeshje dhe më pas me largimin e Ardian Ismailit, i cili për shkak të mos rikuperimit në kohë të dëmtimit të marrë në ndeshjen e fundit të Torinos, sigurisht që është larguar nga pasi janë bërë vlerësimet e duhura në klinikën e kombëtares, është larguar nga grumbullimi, ndërkohë që janë dy debutues të rinj, të cilët janë Pano Qirko, po ashtu edhe Luis Hasa, të cilët ftohen për herë të parë, trajneri portieri Partizan, nga ana tjetër Mesfushori, i cili është në porosi të Napolit dhe ndërkohë luan tek Carrarese. Duro, si e pe listën e trajnerit Maran, lista e parë e tij në drejtimin e Shqipërisë, emra të rinj, nga ana tjetër dhe sigurisht emrat e titullarëve të përhershëm. Sigurisht, në radhë parë duhet të uroj suksese trajnerit, rit kombëtarës në këtë mision shumë të rëndësishëm, dhe shumë të ndjeshëm për gjithë shqiptarët. Përse për këtë listës, ka mendimi që çdo listë ka kontestimet e veta, por nuk ka shumë gjëra të reja, e përshtim, siç përmendët ju 2-3 futbollistë, ka lojtarë dëmtuar, por e rëndësishme është janë të rëndësishme shumë për të parë startin e këtij trajneri, pavarësisht ndeshjet miqësore, për të parë skuadrën nga afër, për të parë rezultatet, për të parë vendosjen e shumë gjëra tjera që i nevojiten një trajneri, sidomos për ndeshjet e para. Rikthehemi tek futbolli italian, një trajner italian, si e pret angazhimin e trajnerit Maran në aspektin taktik flasim? Shpresojmë, shpresojmë që të bëjmë mirë për kombëtarin tonë. Duhet të themi, unë kam thënë edhe vend tjetër, që është trajner me shumë përvojë, me shumë eksperiencë, si në Serie A, ashtu në Serie B, trajner patjetër, punosh 20 vjet dhe ke atë CV-n dhe eksperiencën, dhe shpresojmë gjithë bagazh që ka ato, ndoshta ti përshtatet mirë kombëtarës tonë, ashtu sikurse i mëparshmi Silvinho, që për hir të vërtetës, mund të themi, kam thënë që është trajneri më i suksesshëm në historinë e futbollit shqiptar. Edhe atë patjetër që pati skepticizëm në përzgjedhje, sepse s'kishte një CV, por rezultoi që bëri një punë shumë mirë në ekipin kombëtar dhe arriti rezultate shumë mira. Po. Zela, 2 ndeshje miqësore, teste të rëndësishme edhe për trajnerin Maran, por nga ana tjetër mund të shërbejnë si teste të mira edhe për lojtarët të cilët ndoshta janë sigurisht titullarë se janë në fund të sezonit, por nga ana tjetër edhe lojtarët të rinj të cilët janë grumbulluar qoftë për herë të parë ose nuk kanë marrë minuta më herët. Si e sheh?
Po, në fakt është e vërtet, kemi dy sfida shumë të rëndësishme për këto element që ju i situat më herët për trajnerin për të njohur skuadrën, por dhe për një pjesë të futbollistëve për të bindur trajnerin që të jenë edhe në të ardhmen pjesë e skuadrës përfaqësuese të Shqipërisë. Skuadra e Izraelit është një përfaqësuese me shumë kualitet, me shumë cilësi. Luksemburgu gjithashtu është rritur shumë në vitet e fundit, janë dy kundërshtar të cilët do t'i konsideroja me shumë potencial edhe për rrethanat ku jemi. Që do të thotë kundërshtar në të cilat dy elementet që ne përmendëm më herët, pra trajneri për të njohur skuadrën dhe lojtarët për të treguar veten, janë më të përshtatshmit. Besoj shumë se do të ketë një fytyrë tjetër skuadra, diçka që edhe vetë trajneri e ka paralajmëruar në konferencën për shtypjen në momentin e prezantimit. Kam përshtypjen që do të ndryshojmë modulin e lojës, besoj se do të kemi surpriza dhe në aktivizimin e lojtarëve, ndonse duhet thënë që ka vetëm pak kohë që është pjesë e kombëtare së Shqipërisë, do t'i duhet më shumë hapësirë dhe më shumë besim, nuk duhet ta gjykojmë të paktën pa e parë prezantimin e tij në ndeshjen me Izraelin dhe shpresojmë që pritshmëritë e tifozëve për një fytyrë më të bukur të skuadrës të përligjen që nga ndeshja e ditës së nesërme me Izraelin. Duro, duke marrë parasysh që trajneri Maran nuk ka eksperiencë le të themi në drejtimin e kombëtarëve, sa ndryshon në konceptimin e ndeshjes ose ndoshta edhe të menaxhimit të grupit, drejtimi i një klubi dhe ndërkohë drejtimi i një kombëtari? Patjetër, është strukturë tjetër të jesh trajner i ekipit kombëtar dhe trajner i një skuadre, sepse dihet dinamika e trajnerit në punë me skuadrat e klubeve, por njëkohësisht ndryshon totalisht në ekip kombëtar, sepse ka ndeshje më pak, ka seleksionim, por ka përgjegjësi më të madhe. Unë e thash edhe pak më parë, ka eksperiencën e dur, ka përvojën, ti je trajner i Itali 20 vjet, ne e dim pavarësisht niveleve. Dhe them që kam besim që ka për të bërë një punë mirë, që duhet të them që përgjegjësia është e madhe për ekipin kombëtar, se s'është si më para që niveli i pretendimeve ka qenë lejmë një skuadër mbrapa, në grup 2, tani steka e pretendimeve është shumë e lartë, në gjithë kërkojmë kualifikim në Europian, kualifikim në botëror, vend të parë në ligën e kombeve, në këtë aspekt përgjegjësia është shumë e madhe. Por ne kemi tani skuadër, ka lojtarë me përvojë shumë, patjetër kemi edhe brez lojtarësh të rinj, shumë të talentuar. Dhe këtu varet tani si do të menaxhoj, si do të interpretoj ky si trajner në përzgjedhje është shumë e rëndësishme e futbollistëve, por njëkohësisht edhe në mënyrë se si do interpretoj në fushën e lojës. Është si tha edhe Jurgeni, janë dy teste shumë të rëndësishme, janë skuadra shumë forte, sidomos Izraeli, por edhe Luksemburgu ka një ngritje të dukshme në vitet e fundit. Do them që janë dy ndeshje ndoshta të ndryshme si skuadra, por do i shërbejnë shumë skuadrës tonë kombëtare dhe sidomos deputimit të stafit të ri teknik. Ndërkohë që sigurisht janë disa risi në këtë listë të kombëtare, dhe trajneri Maran në fakt në konferencën për shtyp tha që unë jam këtu edhe për të dhënë minuta për lojtarët e rinj. Ndërkohë që janë dy fytyrat e reja, le themi, është Pano Qirko nga Partizani dhe ndërkohë Luis Hasa. Si sheh këto dy prurje të reja? Një mesfuqor edhe një portier, sigurisht është edhe dëmtimi i Tomas Trakoshës, i Mario Dasinanit. Si shikon këto afrime? Tani për mua risi është e gjithë lista. Për shkak se trajneri është në ditën e tij të parë. Pra prezantimi i lojtarëve tek trajneri ndodh për herë të parë dhe kjo është një risi. Pra secili nga lojtarët ka për herë të parë që vjen në ndërtimin e këtij trajneri. Këtu mund të jenë bashkuar dy emra të cilës kanë qenë kurrë në ekipin tonë kombëtar dhe mund të jetë risi për sa i përket të gjithë le të themi atmosferës që ndodh në ekipin tonë kombëtar. Por për pjesën tjetër të lojtarëve, të cilët kanë qenë disa herë, dhe për ata është risi sepse është prezantimi me trajnerin, është prezantimi me mënyrën e lojës si do të kërkojë ky trajner. Nuk e di. Janë të gjithë në start për të filluar një garë e cila fillon sot mbas mbas disa vitesh për të parë se si Shqipëria do të kualifikohet për në kampionatin evropian apo si Shqipëria pastaj do të marrë pjesë në eliminatorët e kampionatit botror për të tentuar edhe një herë kualifikimin në botror. Kështu që trajneri pavarësisht se nuk e ka eksperiencën me ekipin kombëtar dhe koha në dispozicion është shumë e shkurtër, por për ndeshjet miqësore që trajtoi këto si trajneri i ekipit kombëtar, megjithatë mendoj që ka mjaftueshëm literaturë në dispozicion, ka mjaftueshëm staf
mbështetës, ish trajner, me të cilët ka shkëmbyer të gjitha ato idetë dhe mundësitë që ka Shqipëria për të luajtur futboll, dhe këto do t'i vënë në dispozicion të ndeshjeve miqësore. Okej, rezultati ndoshta mbetet diçka jo i dorës parë, por më shumë ka të bëjë me të gjithë prezantimin e parë trajner-lojtar, lojtar-trajner, qoftë për mënyrën e lojës, qoftë për atmosferën e krijuar, qoftë për entuziazmin, harmoninë, pra gjëra që janë kyçe në zhvillimin dhe organizimin e ndeshjeve të ardhshme për ekimin kombëtar. Kujtoj që mbas këtyre dy ndeshjeve deri në shtator, perioda do të jetë boshe, pra nuk do ketë kontakte midis trajnerit dhe lojtarëve, por do ketë vetëm investigime, ato që quhen që kur trajneri shkon që ndjek stërvitje ndeshjet e parë. Pra do të ketë një shkëputje, megjithatë mendoj që kjo është diferenca e madhe që trajneri Duro tha, pra dinamik tjetër në klube dhe komplet strukturë tjetër me ekimin kombëtar. Du të shtoj, doon se u përmendon që s'ka qenë trajner ekipë. As i trajner që ka ardhur në Shqipëri nuk ka qenë trajner një kombëtar, mos gaboj vetëm Barić, kurse të tjerët kanë qenë si Brigel, si Debiazi, si Silvinho, pra nuk kanë qenë trajner më parshëm me ekipet nacionale, me ekipet kombëtare. Kështu që edhe kjo është njërisi. Por përsëri e them që e ka përvojën e dur si trajner. Patjetër. Ndërkohë tashmë do shkojmë tek një lidhje direkte me ish-lojtarin e kombëtarës shqiptare Jamir Hyka, i cili në fakt ka luajtur pikërisht në Izrael me 2 ekipe, dhe ndërkohë na tregoi pak për eksperiencën dhe po ashtu se si e shikon kombëtarin aktualisht. Përshëndetje Jamir. Përshëndetje. Qënë ke afër nesh, në fakt. Doja të përshëndesja pak edhe për shkëtimin dhe Florin që janë në studio. Po të shoh televizorin. E drejt. Jamir, ti e njeh Izraelin si shtet, si kombëtare, sepse ke eksperiencë aty, ke luajtur. Çfarë kujton pak nga eksperjenca jote dhe si e njeh si ekip kombëtar? Po si ekip kombëtar, them vërtetën, është një ekip që besoj këto kohë të fundit ka pasur edhe aty ndryshime, sepse është një periudhë që aty janë ndryshuar shumë lojtarë. Më duket që është një ekip që është i paparashikueshëm. Ka raste që kanë zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe i kanë vënë ekipet gjithmonë vështirësi dhe ka raste që kanë pasur ditje shumë të mira. Por në përgjithësi është ekip që ka cilësi, sepse edhe lojtarët janë në për ekipe që luajnë në për ekipe të mira, ka lojtarë shumë të luajnë edhe në Itali edhe në kampionatet të forta, kështu që është një ekip që duhet patë sukses. Ndërkohë ti si e kujton eksperiencën tënde kur ke luajtur në Izrael, si e percepton, le të themi, edhe vendi aty futbollin? Po, në thënë vërtetën, po atë shkoj në Izrael nuk e kisha të përshtypje, po në Izrael futbolli është shumë ndjekur. Në thënë tifozët janë shumë të flakë dhe presioni për futbollistët është shumë i madh. Gjithashtu edhe për kombëtarën ka shumë presion nga njerëzit që është një vend që don futbollin dhe ndiqet shumë. Ndërkohë, të kombëtarja shqiptare tashmë ka një trajner të ri, Rolando Maran, si e sheh trajnerin e ri me eksperiencën që ka sigurisht edhe në Itali edhe me klubet, dhe nga ana tjetër si mendon se do të jetë i adaptuar ai te kombëtarja shqiptare tashmë? Në të vërtetën nuk është e mija trajner, do të thënë tani mbasi u prezantuan kombëtarja shqiptare e parë, do të thënë si vinë, do të thënë ekipeve që ai ka trajnuar. Nuk mund të flas sepse kjo është një gjë që i përket federatës, do të thënë edhe zgjedhja që është bërë. Shpresoj që të shkojë çdo gjë mirë dhe do të lëm kohë, do të thënë punoj dhe koha do të tregoj. Ndërkohë, kombëtarët do të luajë 2 ndeshje miqësore, pikërisht ndaj Izraelit dhe ndërkohë ndaj Luksemburgut. Sa të rëndësishme i sheh këto teste miqësore për trajnerin e ri, por edhe për skuadrën? Besoj se për trajnerin do jenë më shumë të rëndësishme, normalisht edhe për skuadrën, për trajnerin do ketë mundësi që shofi lojtarët nga afër, do shofi gjendjen e tyre, do të jere një feeling me ekipin. Për trajnerin janë shumë të rëndësishme, por edhe për ekipin kombëtar që të ketë të ketë rezultate pozitive përpara dhe eliminatorëve. Patjetër. Ndërkohë që një objektiv shumë i rëndësishëm për kombëtarët në vazhdim është edhe pjesëmarrja përsëri në Euro 2028, por sigurisht që është Nations League përpara. Si e ke parë këtë rrugtimin e kombëtarës deri më tani dhe sa pritshmëri ke që kombëtarët arrijnë të shkojë përsëri në një Europian?
por duke parë edhe rrugtimi që bëm për eliminatorët e botërore, domethënë mundësitë janë, sepse e treguam edhe në eliminatorët e fundit që jemi një ekip që kur duam, domethënë mund të vëmë çdo ekip në vështirësi dhe që mund të tregojmë që kena mundësi të kualifikohemi përsëri. Gjithsesi kjo është nuk mund të flasësh para kohë, është diçka që duhet parë me talimin e kohës, edhe me trajnerin se si do integrohemi, edhe mënyra se i luam, domethënë sepse unë mendoj se Silvinho në krahasim me trajnerët e tjerë që kanë qenë përpara provoi diçka më shumë, ishte pak më ofensiv. Dhe kështu që duhet parë se si do të luajë ky trajner dhe pastaj mund të shikojmë më shumë. Patjetër. Shumë faleminderit. Jam mirë, suksese sigurisht edhe në angazhimet e tua të përditshme dhe faleminderit që e ndjek sigurisht edhe kombëtaren. Faleminderit. Ishim me Jamir Hykën, ish lojtari i kombëtares shqiptare, por mbetemi përsëri tek krisit e listës Maran, Luis Hasa dhe Pano Qirko. Luis Hasa, një mesfushor me tipare ofensive, virtuoz, çfarë mund t'i sjell kombëtares në këtë moment? Ka bërë shumë mirë në fakt me ekipin e tij Karareze, ka shënuar 5 gola, po ashtu ka asistuar disa herë, si e shikon? Po në fakt me dhënat që ka treguar, si të situat dhe ju më herët me ato që ka dhënë gjatë sezonit kaluar, janë shifra shumë mira për një mesfushor. Është një lojtar inteligjent, një futbollist i cili është konsideruar si ndër më premtuesit në Itali, jo më kot Napoli ka investuar për ta bërë pjesë të organikës së tij, pritet që në sezonin e ri të jetë pjesë e skuadrës, gjithsesi do të vlerësohet në javët e ardhshme nga stafi teknik nëse ai është gati për të dhënë kontributin e tij për skuadrën e Napolit. Është një futbollist i formuar në Akademinë e Juventusit, ka luajtur me skuadrën e Lecces, është një lojtar shumë interesant dhe besoj se ka se çfarë jep kombëtares së Shqipërisë. Mbi të gjitha ka arritur konkurrencën në repartin e mesit fushës. Po patjetër. Ka luajtur në formacion nga fillimi deri në fund të këtij sezoni. Është angazhuar. Është angazhuar që për të dhënë idenë më qartë të njëjtë me lojtarin. Dhe e dyta, me ekipin kombëtar italian të 21 vjeçare. A ka qenë pjesë e formacionit bazë? Ka qenë dhe ka fituar kampionatin evropian U19 në Itali dhe ka qenë lojtar i turneut. Duket se ka qenë edhe kapiten skuadrës. Nuk e mbaj mend për kapiten, por di që ka qenë lojtar i turneut. Përderisa ai është ka qenë lojtar i Juventusit. Ka qenë me U19 në Italisë dhe ka qenë me U19. Është tani pronë e Napolit, ai ka treguar që edhe në kampionatin Serie B luan rregullisht. Pra i ka gjithë ato elementet. Po varet tani si do të janë gjithë që do kaloj në një proces përshtatje. Është me mentalitetin dhe të gjithë organikën e ekipit ton kombëtar. Është një ardhje pozitive, me thënë drejtën. Po kjo, prit konkurrencën. Sa i gjatë duhet procesi përshtatjes së tij me futbollin shqiptar, me ekipin kombëtar shqiptar, kjo është një gjë tjetër. Mendoj që lojtarët që janë profesionistë këtë proces e kanë shumë më të thjeshtë, e kanë adaptohen më mirë me futbollin në cilin shkojnë për duhet, me ekipin kombëtar për cilin është ndryshim i vërtet midis kombëtarës italisë dhe kombëtarës Shqipërisë, por besoj që ai treguesit i ka shumë mirë, sepse ne e dimë nga eksperjenca, ka futbollistë që shkëlqejnë në nivelin e Asus, apo në moshën 18, 19, 20, dhe ka pasaj një stopim. Ka futbollistë që në ato mosha, për shembull, nuk e kanë atë shkëlqimin e dur, por mas moshës së 2 vjeç shprehen më. Pra janë këto pikpyetjet për çdo futbollist. Por thash gjithë elementet i ka pozitiv për të kontribuar për ekipin tonë kombëtar. Dhe fakt është një nga lojtarët për cilin ka më shumë interes për të ndjekur, qoftë nga spektatorët, nga ana tjetër edhe. Mes fushën e kemi shumë futbollistë. Varet tani ato ide që ka trajneri, ai e njeh shumë mirë sepse ka luajtur në Itali. Kështu që jo rastisht ai ka afruar në ekip, ka bërë shumë mirë. Edhe fat që ai për shembull që ka ardhur ke ekipi jonë, sepse si duket edhe konkurenca në Itali në Edim është shumë e madhe, me thonë drejtën. Po, patjetër. Ndërkohë Luis Hasa ka dhënë fakt një intervistë prononcim zyrtar pikërisht për FSHFTV, të cilën do ta ndjekim dhe ta komentojmë kur të kthehemi në studio. Pata pas ca kontakt me FSHF-n, edhe para ca jave erdhi ftesa nga klubi, e klubi ma nisi mu, e unë direkt marrën telefon në prindit të mi. Emocioni ma sepse unë i patë ndjek vetëm televizor, edhe ndeshën e funit isha si tifoza, i menjën këtu
si litar e kombëtares. Litarë më kanë prit mira, ca litari njifja, ca i kam njofa, grupi forta, grup i bashkuar, edhe trajneri me stafi kam njofa, që ditën e para kemi foli qika, edhe më patëm fol gjithë mirë. Unë do jap maksimumin që në stërvitje, edhe jam këtu për të lënë forta, inshallah më japi mundësin, unë do jem gati, këtë stadiumi e pa që jam këtu, dhe jetë emocion shumë e madhe për mua edhe për prindit e mi. Kemi ndjekur prononcimin e Luis Hasës, në fakt shprehet i emocionuar edhe për faktin që mund të jenë prindit e tij në stadium edhe mund të arrijë të debutojë me kombëtaren. Sigurisht emocionet e një djali të ri, si të duken fjalët e para të tij? Po natyrisht që për çdo futbollist që për herë të parë bëhet pjesë e skuadrës përfaqësuese është një ndjesi shumë e veçantë. Pavarësisht se si do të shkojë, po themi aktivizimi i tij do të luajë nga minuta e para apo do të aktivizohet gjatë ndeshjes, kam përshtypjen që për të do të ngjelet ndeshja më veçantë, nëse do të luajmë me Izraelin apo me Luksemburgun. Sigurisht që është vetëm nisja e rrugtimit të tij, shpresojmë shumë që ai të jap gjithë potencialin e pse jo të mos ndikojë në ato objektiva që kemi vendosur vetes. Do kujtoja një rast në fakt që Silvinho befasoi në grumbullimin e parë, mori Yasir Hasanin dhe rezultoi futbollisti më decisiv. Në këtë grumbullim marran një nga risit ka pikërisht Luis Hasën bashkë me Panur Qirkon, se jo ndoshta mund të vijojmë atë nuhatin për të marrë një element që mund të shërbejë shumë dhe mund të rezultojë decisiv në ardhmen. Gjithsesi ka ende shumë kohë, si tha dhe profesor Duro, duhet presim për të mësuar nëse do të ketë të njëjtin rendiment, të njëjtin vazhdimsi, sepse ka mjaft raste ku rrugtimi nuk ka qenë ai i pritshëm, si në anën pozitive ashtu edhe në aspektin negativ. Po, patjetër. Konkurenca i bën shumë mirë një ekipi kombëtar, pavarësisht se disa lojtarë vinë me më pak minuta, disa të tjerë vinë me shumë minuta në këmbë. Sa i mund të integrohet mirë kjo gjë nga trajneri në mënyrë që të marrë më të mirë në ekipit? Ky mu duk intervista sepse është lindë rritur në Itali, shumë i eduku, po inshallah ka pak temperament peqinsi, se është nga peqini, i të shprej ato cilësit fushën e lojës. Konkurenca patjetër është shumë e rëndësishme në skuadër, sidomos në ekip kombëtar, kur mund të kemi për shembull shumë lojtar, mund të kemi për një pozicion mund të kesh 2-3 futbollistë, dhe kjo është pastaj aftësia e trajnerit në bazë të situatës, në bazë të vendosjes së tij, kë lojtar mund të preferojë, sepse ka momente që edhe skemat kanë ndjekë shumë futbollistë të ekipit kombëtar. Kemi shumë lojtarë që këtu më vjen në mendje Roshi, që dilte jashtë skemave të Dembjazë, vetëm nuk luante rregullisht, vetëm sepse luante me skem tjetër. Më kujtohet e fusën nga herë edhe në peshe, që ishte jashtë rolit të tij. Ishte futbollist shumë cilësor, por si Roshi ka pasur edhe shumë futbollist, sepse ekipi kombëtar ka shumë lojtar, edhe unë shikoj që ka shumë dublime, ka shumë eksperiencë, ka futbollista që kemi përmendur, Muçin që ishte një futbollist më të mirë këto 2 sezone dhe nuk ka luajtur, edhe për arsye konkurrencës, por edhe arsye për zgjedhje nga trajneri i mëparshëm. Unë shikoj në çdo pozicion kemi shumë pozicionet dubluar, me thonë drejtën, në gjitha pozicionet në skuadrë, si në mbrojtje, si në mesfush, si në sulm, kemi shumë alternativa, vetëm me sa shikoj, vetëm Ysaj në krahun e djathtë nuk ka dublazh. Është shkuar Andi Hadroj praktikisht në këtë grumbullim, por mungon Ivan Balliu, siç e shpjegoi edhe trajneri mund të tërhiqet. Andi Hadroj ka 2 vjet që është larguar nga Shqipëria, nuk luan fare atje. Shpresojmë të ringrihet, por unë them alternativë që ta ketë Ysaj konkurrencë. Sepse kemi realist, kushte gjitha pozicionet që janë të dubluara. Tu është çështje pastaj për zgjedhje idejtë e trajnerit. Ka dhe diçka në fakt që besoj se edhe Maran do ta ketë në fokusin e tij, që një zëvendësues për Hysajin duhet ta gjejmë patjetër, për vetë faktin se Hysaj është një nga lojtarët me moshë më të madhe në kombëtarin shqiptar aktuale.
ishte Ballion fakt, që ishte alternativa e Hysajt, po ishte mosh më e madhe Janë disa lojtarë në fakt që janë pothuajse në moshën e Hysajt. Besoj se një nga pozicionet, siç e tha dhe profesor Duro, do të jetë gjetja e disa elementeve që do i shtohen organikës në ardhmen. Vetëm diçka, them që prapë Kurse kemi tash si e gjem ne që ta kuptojmë? Sepse me kohën gradualisht edhe futbollistët zhvillohen. Me kohën, po kemi ne mbrojtës djathtë me ekipin kombëtar të 21 vjeçarëve, besoj. Po sigurisht që po. Po kemi edhe mbrojtës djathtë të ekipit 19 vjeçarëve, këta do jenë zvendësuar Sigurisht, gjithmonë ekipi kombëtar. Gjatë unë e kam thënë që në 3 vitet e fundit me Silvinion, Ysaj ka qenë një nga lojtarët vërtet shumë kryesor. Në ndeshjen e fundit në të gjitha ndeshjet në Poloni ndaj Polonisë, ishte një nga lojtarët më të mirë në fushë. Në ndryshim me kohën e Reas, që nuk ka qenë formën e dur. Kurse 3 vitet me Silvinion, Ysaj ka luajtur mirë në gjitha pozicionet, edhe ka djathtas edhe majtas. Ka qenë më i disiplinuar dhe më shumë rendiment në fushën e lojës. Po, patjetër. Ndërkohë ne kemi zhvilluar edhe një intervistë tjetër ekskluzive me mesfushorin Kristian Aslani, se po flisnim pak edhe për konkurrencën, fakt që mund të sjell në kombëtar edhe prurjet e reja. Ndje kemi intervistë me Aslanin dhe rikthehemi e komentojmë në studio. Dua të falenderoj dhe trajnerin Silvinion që na ka ndihmuar shumë, kemi bërë 3 vjet shumë të mira me ata, e falenderoj se më ka ndihmuar shumë dhe ai personalisht, edhe ish tani ka ardhur ky trajner sigurisht që italianët punojnë shumë në anën taktike. Kam folur 5 minuta, më gjen një trajner shumë i mirë, kupton shumë mirë futboll, edhe është shumë i qetë, ku flet me ata shumë i qetë. Për mua, unë siç thash gjithmonë ky ekip ka shumë kualitet, ka shumë cilësi edhe për mua ky ekip është i fortë. Kemi shumë çuna të rinj që do mi dhe kombëtar janë kombëtare si Asa, si Shpendi dhe Shpendi Empri që nuk është, po kemi dhe Fetaj. Janë shumë çuna të forta dhe besoj që do bëhet akoma më fort këtë kombëtare, po unë besoj se kjo kombëtare ka shumë kualitet dhe kjo është gjë shumë e madhe. Po që na duhen, inshallah po vinë sa më shumë në stadium, ne po i presim edhe do të japim një fitore do të japim një fitore tifozëve aty në Air Albania, sepse unë siç thash gjithmonë plush aty është gjë më e bukur në botë. Kemi ndjekur Kristian Aslan, ekskluzivisht për FSHFTV. Është bërë një nga lojtarët kryesor kyç të skuadrës, Aslani sidomos në drejtimin e trajnerit Silvinio, dhe ndërkohë sjell le të themi dhe mesazh mirëpritje edhe për lojtarët e rinj. Sa e rëndësishme është që lojtarët të cilët janë bazë të ndihmojnë në adaptimin edhe të lojtarëve të rinj të cilët vinë në skuadër. Edhe personalisht kam e vlerësoj shumë Aslanin si futbollist. Patjetër në kohën e Silvinios do ishte, sepse ka 3 vjet, ka qenë 20 vjeç. Por në kohën e Silvinios është lojtari më stabil që ka luajtur. Është i futbollist për mua trajneri, lojtar që nuk luan, ne kemi atë Yasin Masa themi, ai është futbollist që nuk luan asnjëherë keq. Pra niveli i Aslanit, futbollist që vrapon fush, jashtë masa, njeh pasin, mirë teknikisht, godet, pra është gjithmonë në lëvizje, pra është futbollist shumë i rëndësishëm për ekipin kombëtar. Dhe kemi fat që kemi shumë lojtarë që në mesin e fushës vrapojnë shumë e rëndësishme, si Ylber Ramadani, si Ilaçi, si Julian Shehu, janë futbollistë që është shumë tregues që ato të 4-5 në çdo ndeshje mund të bëjnë minimalja 11 kilometra. Të kesh lojtar të nivelit të tillë nuk është gjë e vogël. Kështu që unë Aslanin e vlerësoj shumë si futbollist, pavarësisht ka patur ato oscilacionet, sepse u largua nga Interi jo për fajin e tij, sepse kur ke alternativa të jashtëzakonshme te Interi nuk mund të lunte informacion. Ka luajtur mirë sa herë e kem parë në Beşiktaş. Ka luajtur shumë mirë. Pra është futbollist që ndihmon shumë ekipin tonë. Po. Riza, ndërkohë sigurisht Aslani një titullar gjithmonë, por që duke qenë se është edhe një futboll italian, përmend faktin që trajneri Maran punon shumë si italian që është punon shumë në aspektin taktik. Çfarë mund të presim në këtë gjë? Tani, kjo ka mbetur për shumë vitesh me fjalë që italianët për shkak se kanë pasur mangësi në aspektin teknik, nuk kanë qenë aq të barabartë në lojë kundër Brazilit, le të themi. Detyrimisht kanë shfrytzuar pozicione të tjera kundër Spanjës, kundër Gjermanisë, kanë shfrytzuar në maksimum goditjet standarde, pozicione taktike, vendosje,
Gjitha këto për të shfrytzuar maksimalisht potencialin e tyre në mungesë. Kështu që për këtë arsye, ata janë mësuar të punojnë saktësisht për atë që duhet. Pra, si vendoshet, si i merr më të mirë çdo lojtar në pozicionin e tij, dhe si ti nëpërmjet goditjes standarde varianteve taktike të shfrytëzosh maksimalisht potencialin e lojtarëve. Ndërsa ekipet tjera, Brazili sulmon nga gjithë krahët, ka edhe atë portierin e ka sulmues. Kështu që është e vështirë të përballesh me Brazilin. Je me Brazilin ti, Jurgen, që unë quhem Jurgen nga këtu e merr vesh se më kam tifozë. Unë quhem Lenita dhe jam tifozë e Brazilit. Ja po dolën. U zgjodhën bisedën. Çdo skuadër në falë se do të vazhdoj atë të Florit, duhet ta zbatoj taktikën në bazë të mundësive që ka. Është rast unikal, kujtohet se Flori është më i ri se mu, po ka qenë kulmin atëherë të moshës. Italia 82-shit, që u do shpallë kampion bote, ka qenë i Brazil, kujtohet Flori i frikshëm, vetëm në sajt të tranzicionit, të disiplinat taktike, arriti të marri kupën e botës Brazilit. Pra, edhe ne sigurisht afrohemi me Italinë, sepse ne nuk kemi asnjëherë, sido që jetë puna, nuk kemi skuadër lider në grup. Apo me çdo skuadër. Kështu që ne duhet të forcojmë ato anën taktike, të jemi në tranzicion, shumë kujdesshëm në situata standarde, për ato gjërat e vogla që mund të humbësh ndeshjen ose mund ta fitosh ndeshjen. Sepse ne nuk mund të luajmë për shembull me skuadra që janë sipër nesh që të marrin posedimin e tokës, zotërinë e tokës. Kemi ne dominues. Pra duhet gjithmonë të shfrytëzojmë ato mundësitë, ato armë që ne i kemi më të forta. Zela, Aslani vjen në fakt pothuajse me minutazh të plot nga Beshiktashi, por si vinë lojtarët e tjerë të kombëtarës shqiptar? Kemi disa mungesa për shkak dëmtimeve, duke nisur nga Porta me Strakoshen dhe Dajsinani, nga ana tjetër largimin e Ismailit, por në tërësi, po dhe Muçi Rejmana i cili është në fund të rikuperimit të tij në fakt, si e shikojmë skuadrën aktualisht? Po është një periudhë delikate në fakt. Ky e qershori gjithmonë konsiderohet si periudhë e vështirë për skuadrat kombëtare, aq më tepër për ndeshjet miqësore, për vetë faktin se lojtarët vinë pas ngarkesës sezonale. Nuk është momenti ndoshta më i mirë i mundshëm për një pjesë të futbollistëve të kombëtarë së Shqipërisë. Kanë gjetur aktivizim në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është diçka pozitive sepse trajneri i ka në opsion për t'i aktivizuar, ndonse besoj se në shtator do të jetë momenti më i mirë që futbollistët të jenë rikuperuar, të kenë pasur mundësinë që të rimarrin energjitë e tyre, të kenë luajtur pak ndeshje me skuadrat. Këtë po thoya që ka shumë kampionat që vjen ngushtë. Pikërisht këtu po dilja që do kenë mundësinë të kenë luajtur disa ndeshje në skuadrat respektive dhe të jenë gati, por besoj se vinë në një moment të mirë pjesa më e madhe, sepse ju e cituat që Aslani luan, Shehu gjithashtu, Laçi ka qenë spektakolar te Rizespori në Turqi, Gjimshiti ka qenë lider tek Atalanta. Besoj se do t'i marr maksimumin këtij grupi që ka në dispozicion. Në sulm nuk luan Mana, por ke tre alternativa të tjera. Broja, Brojën, Dagun edhe Uzunin. Është dhe Kristian Shpendi. Kështu që ngaherë është më mirë sepse shikon një futbollist tjetër, sidomos e kam për Brojën. Nuk ka komo për Brojën. Duhet të tregoj vlerat, dhe ku do vjen një trajner i ri, shpresat, cilësitë e tij janë e dim gjithë, s'mund të thotë njeri që nuk është futbollist me super cilësi, e rëndësishme është se vitet ikin dhe ai duhet japi tash të bëhet i lider kryesor në ekip, ta mbajë ekipin ton kombëtar. Patjetër. Do të shohim sigurisht edhe se si do të performojnë të gjithë lojtarët shqiptarë dhe kujt do t'i jepet mundësia për të treguar vlerat e tij. Ndërkohë që në fakt kombëtarja A nuk do të jetë vetëm ajo e cila do të jetë në aksion në muajin qershor, sepse në të njëjtën kohë do të kemi U21-shin që do të jetë aktiv në ndeshjen ndaj Slovenisë, po ashtu edhe ndaj Italisë, dy miqësore prestigjioze në kuadër të përgatitjeve për kampionatin evropian që do të organizohet në Shqipëri vitin tjetër. Nga ana tjetër kombëtarja e vajzave do të ndeshet ndaj Çekisë në datën 5 qershor dhe ndërkohë do të presim në shtëpi Malinezi në datën 9 qershor, dy ndeshje shumë të rëndësishme për qëndrimin në Ligën B, për cilën do të flasim pak më tej. Kombëtarja U19 po ashtu do të ndeshet ndaj Bullgarisë, kombëtarja U17 do të ndeshet ndaj Letonisë dhe ndaj Ukrainës, kombëtarja U16 pikërisht ndaj Bullgarisë, kombëtarja U15 ndaj Maqedonisë së Veriut dhe kombëtarja U14 po ndaj Maqedonisë së Veriut.
Mbetemi përsëri tek kontarja U21, kanë nisur grumbullimin që ditën e enjte dhe nesër do të udhtojnë ndaj Italisë për të vijuar përgatitjet për këto 2 miqësore. Si shikon përgatitjet për të krijuar një ekip organik që do të jetë kompetitiv vitin tjetër në kampionatin evropian? Do e zgjeroj pak diskutimin, sepse do i rikthejmë kohë. Unë kam punuar 7 vjet në ekipet kombëtare dhe më vjen keq. Unë i kam ndjerë gjitha. U21, 19 dhe tani aktivitetin këto vite ka shumë prurje, ka shumë futbollist, edhe futbollist cilësor, por duhet jemi realist. Flori ashtu nuk ka rezultate. Nuk ka rezultate për gjitha ekipet. Ne në atë kohë që nuk mund të merrim futbollista nga Tirana, rreth e qark Shqipërisë, pra nuk mund merrim nga jashtë, dhe mund të them që herë në 2 vjet, herë në 3 vjet kishte nga një kualifikim për gjithë moshat. Ku shikojmë prurjet e gjitha ekipeve kombëtare me shumicë edhe shumë cilësore, por nuk ka rezultate. Ekip shpresa U21 unë kam pa Bushin që bën seleksionime shumë mira, ka lojtarë shumë të mirë, punon shumë, por duhet patjetër që ndoshta s'është prioritet shumë rezultati, por rezultati është rezultat dhe prurja ke ekipet kombëtare është diçka tjetër. Kështu që në këtë aspekt ndoshta kam gabim, duhet të kemi më besim ke ekipet tona të moshave për të kualifikuar deri tek U21. Sepse ne shikojmë edhe U21 kur luan me dignitet, ka lojtarë shumë cilësor, lojtarë mos i përmend me emra tash, lojtarë që mbajnë peshë në ekipet kombëtare, në kampionatin shqiptar, në kampionatet e huaja. Kështu që në këtë aspekt duhet më tepër të jetë ajo ndjenja e përgjegjësisë për arritjen e rezultateve. Patjetër, sigurisht që ju urojmë shumë suksese edhe kombëtarës U21 në 2 ndeshjet në transfert ndaj Slovenisë dhe ndaj Italisë. Ndërkohë fokusohemi te kombëtarja e vajzave, që ka një objektiv shumë të rëndësishëm, qëndrim në Ligën B dhe do të ndeshet ndaj Çekisë në transfert, ndërkohë do të presim Malinezinë në Shqipëri. Si shikon këto 2 ndeshje Riza, rëndësinë që kanë nga ana tjetër edhe ndoshta një lloj presioni për rezultatin që duhet arrijë? Atëherë rezultati i qëndrimit në Ligën B apo jo varet kryesisht nga ndeshja e Shqipërisë që duhet ndaj Malinezinë në 10 qershor në Lorë Burricë. Ndërsa për ndeshjen e parë Çekit ishin që ta kuptojmë plotësisht, domethënë është diferencë shumë e madhe midis Çekisë dhe Shqipërisë për sa i përket futbollit vajzave. Jo se nuk do tentohet ndeshja, por kujtohet ndeshjen e parë që humbëm tu në qershor të parë, mos gaboja, goli barazimit. Po, dhe pastaj vazhduan golet me rresht. Kështu që mendoj objektivi do realizohet në ndeshjen e këtij. Kemi kaluar pothuajse 3 çerekun e kualifikimit ose e ndenjes në Ligën B. Do varet nga ndeshja e kthimit. Në Podgoricë kemi fituar 2-1, fal golave të Doçit dhe besoj ishte mos na bëjmë, jam fort i sigurt ason. Po Doçi më mend që ka bërë një super gol atje. Po o Fortesa o Qëndresa, se janë të dyja në fjalë. Kështu që neve kemi një ekip kombëtar i cili edhe pse kaloi në një periudhë riformimi të tij, janë ofruar shumë vajza të reja në ekipin kombëtar, disa nga ato kryesorët u larguan për shkak të moshës dhe ka mbajtur pothuajse po të njëjtin nivel. Pra kemi cilësi në sulm, kemi organizim të mirë mes fushë dhe një mbrojtje solide. Kështu që përgjithësi tani Grima di se çfarë merr nga ekipi. Jo, falë zotit. Unë s'e kam, më thon drejt, jo se i kam ndjek shumë, po ka ngritje. Po të para ca vitesh që tash është komplet ndryshe. Ka para ndryshe komplet. Sepse edhe investimet janë shumë të mëdha në futbollin fetar. Është domos me këto rëndësishme që kemi rezultat mirë me këtë rajonit. Aktivitetet janë, jo nuk na përket rajonit shqasi që jemi të dyja dhe Shqipëria dhe Maliezi në Ligën B. Liga B përbëhet kryesisht nga, domethënë Nations League për femra ndahet në 3 liga. Liga A ku janë skuadrat elitare, që janë 4 grupe nga 4 ekipet dhe pastaj vjen 16-ja e dytë në renditje. Pra nga vendi 16 për femra deri te vendi 32 për femra. Janë ekipe kryesisht të Evropës Qendrore. Pra ty bën pjesë Çekia, pastaj bën pjesë Slovenia, bën pjesë Walesi, bën pjesë. Pra janë shtete që kanë futboll zhvilluar dhe në Evropë futbolli shumë i zhvilluar në pjesën qendrore dhe veriore të Evropës. Dhe neve prapë kemi rezistuar fuqishëm.
Me loj, jo çka më dëgjoj nga para ka ngritë futbolli. Me Wilson në Elbasan Arena kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Mbaj mend u mundë minimalisht, por realisht ka qenë performancë shumë e mirë pjesën e dytë patëm disa emocione për të shënuar. Që kur ekipet e femra janë pavarësisht të barabarta midis tyre dhe ndeshen këto, aty ndeshja ka shumë emocion. Dhe është shumë e këndshme për t'u parë. Ke qenë ditë ndonjëherë? Patjetër që kam qenë. Po do shkojmë edhe këtë natë. Kur të vi data 10. Sigurisht që po, dhe besoj që do vinë dhe gjithë tifozët, sepse gjithmonë kur kombëtarja e vajzave luan qoftë në Tiranë ose qoftë në Shkodër, ka pafund tifoz dhe patjetër që ju ftojmë të gjithë jeni prezent. Ndërkohë në të njëjtën kohë dua t'ju riteksoj edhe një herë që biletat për ndeshjet e Shqipërisë ndaj Izraelit dhe Luksemburgut vijojnë të jenë në shitje online në ibileta.al dhe në të njëjtën kohë edhe në pikën fizike pranë stadiumit të Albania, dhe sigurisht që Kuqezin kanë nevojë edhe për suportin e të gjithë tifozëve si gjithmonë në Albania, sepse patjetër është një moment shumë i rëndësishëm në përgatitjen edhe të ndeshjeve të ardhshme në Nations League, po ashtu edhe për kualifikimin do ishte edhe historik sigurisht një kualifikim i dytë radhazi në kampionatin evropian, sepse ky nuk është thjesht një rrugtim momental, një ndeshje miqësore, por nga ana tjetër, patjetër është fillimi i një rrugtimi të ri, qoftë me një staf të ri teknik, por sigurisht edhe për lojtarët për të stimuluar edhe për të shkuar drejt atij objektivi madhor që ne kemi. Ndërkohë, e mbyllim me kombëtarët, edhe sigurisht duke uruar shumë sukses të gjitha kombëtarëve shqiptare dhe fokusohemi tek kampionati shqiptar. Egnatia është pallur kampione për herën e tretë radhazi, duke mundur në ndeshje direkte Dinamo City, nga ana tjetër edhe një humbje e vllaznisë në rezultatin 1-2 ndaj Elbasanit. Duro, si e ke parë Egnatia në këtë kampionat, si e ke parë gjithë kampionatin në fakt në përgjithësi? Çfarë skuadre priset të fitonte? Indicia jote le të themi në gjithë të vitin. Pritshmëritë nga fillimi i kampionatit sigurisht ka skuadra që kanë arritur objektivat, konkretisht siç është Egnatia, ka skuadra që mendoshin mund të ishin kampion dhe nuk kanë arritur në atë nivel. Ka skuadra që kanë shkëlqyer, kanë në kategorinë e dytë, por tani mund të them që Egnatia është skuadër që e meritoi totalisht titullin kampion. Pavarësisht nuk ka kryesuar gjatë gjithë kampionatit, nuk është faji Egnatios që në Final Four që mendoja që vllaznia mund të kishte një shans i mirë këtë sezon sepse kishin skuadër të mirë, por u treguan jashtëzakonisht pa atë forcën e dur në momentin më decisiv të kampionatit, në Final Four, ndryshe me Egnatian, me oscilacione që pati këto javët e fundit, sidomos fazën e fundit, me problemet që kishin brenda, a ishin probleme artificiale, a probleme të tjera, sepse i referohen paktën një sulmuesit kryesor Bakayoko, që Egnatia ishte shumë dobët kur nuk luante ai, edhe nuk luajti po thuj. A ka pasur probleme me kontraktuale, a probleme me trajnerin, unë nuk di të them, por aktivizimi atij 100% basiket trajnerit, ju e patë që në Final Four ishte elementi kryesor i Egnatios, dhe ne e dim shumë mirë, se Flori ka luajtur sulmues, që një sulmues me cilësi si Bakayoko të ndryshon totalisht fizionominë e skuadrës. Dhe në këtë aspekt them që Egnatia e meritoi totalisht në Final Four, vllaznia zhgënjeu, për arsye se disa futbollistë që kanë luajtur jashtëzakonisht shumë mirë në gjatë gjithë kampionatit, kam parasysh Kallaku më ka befasuar gjatë gjithë kampionatit, por jo në rendimentin e duhur në momentin decisiv, ose Bala, ose Male. Pra ka të bëjë shumë që ti duhet ta kesh skuadrën shumë kompetitive në ato momente të rëndësishme të kampionatit. Në këtë aspekt them që Egnatia e meritoi titullin kampion. A ishte edhe elementi i eksperiencës që të bëri diferencën le të themi në ndeshje të tilla që janë ndeshje teke? Po patjetër, sepse e para punës autoriteti i skuadrës fitohet duke fituar. Dhe sepse unë mbaj mend fillimin kur shkova tek Egnatia, isha unë që u ringrit Egnatia që mori kupën në atë kohë, që vinte nga ndeshje shtesë barazhi, filloi ngritjen, mori kupën, mori kampionatin tjetër, tash ajo është lidere në kampionatin shqiptar. Është një skuadër që punon mirë në merkato. Unë kam thënë që ka skuadra që
kanë influencë dyrë shumë trajnerët, patjetër trajneri ka punën e vet, por aty ka influencë jashtëzakonisht duke e njohur, duke e parë presidenti. Në sjelljen e lojtarëve. Unë kujtohet këto 2 vite për shembull Egnati ka marrë shumë futbollistë nga Shqipëria, nga Ilaçi, 6-7 lojtarë të dalluar. Pra kjo është një metodë shumë e avancuar e kësaj skuadre. Pra merr lojtarët që dallohen kampionatit shqiptar dhe tani ka marrë si Sotën, ka marrë Bitrin. Pra lojtarë që i njeh opinioni sportiv. E në këtë aspekt ato janë avantgard totalisht me skuadrat tjera. Dhe nuk ka shumë, se është shumë e rëndësishme kjo ta ngjënë këto ekipe tjera. E ke parasysh në një skuadër, s'do të përmend emra tani, janë 4-5 veta që bëjnë merkato. Unë, Flori, Jurgeni. Unë sjell 2 lojtarë, Flori 3, Jurgeni 3. Fillon kampionati, unë duhet që të kryjnë 2 lojtarë të mi, Flori, fillojnë konflikte. Kur e bën skuadrën vetë, kur është një lidhje e ngushtë dhe përgjegjësia është më direkte. Po, patjetër. Ndërkohë që pas mbylljes sigurisht edhe të kampionatit abisnet superior dhe të fazës Final Four, praktikisht Egnatia do të jetë pjesëmarrëse në raundin e parë të Champions League, ndërkohë 3 ekipet e tjera, Elbasani, Vllaznia dhe Dinamo City do të jenë pjesë e raundit të parë të UEFA Conference League. Çfarë mund të bëjnë ekipet shqiptare, Jurgen, për të arritur dhe rezultate në Europë, në këtë rast siç ndoshta edhe kanë bërë ekipet e tjera shqiptare, si për shembull Drita apo Shkëndija? Po në fakt, pritshmëritë kanë qenë gjithmonë shumë të mëdha. Në vitet e fundit nuk kemi patur atë suksesin që kemi dëshiruar në arenën ndërkombëtare. Sidomos fal Jurgen, Egnatia. Ka dështuar në performancat që ka patur në arenën ndërkombëtare, por objektivi i thënë me të madhe nga drejtuesit pas përfundimit të ceremonisë së titullit kampion, intervistat që kemi patur mundësinë të zhvillojmë është pjesëmarrja në grupin e Conference League-s është objektivi që e kërkojmë me çdo kusht. Nuk jam fal ta bëjmë bashkëbisedim. Për mua s'është normale. E kuptoj, ai fillon presionin që sot të shkojnë grup. Ti s'ke kaluar tur një herë. Ora çdo gjë vjen ti nuk e di çka kundërshtar ke përballë. Si mund të them unë? Po jam dakord. Flori mund të jetë shumë më i fortë se mund të them të kaloj Flori. Jam dakord, por problematika ka në oforizma, e ke parasysh? Po jam dakord. Ai ka dështuar 3 vjet në Europë në mënyrë absolut. Pra duhet shkallë. Ai ne shpresojmë të shkojnë në grup. Se ka gjitha parametra. I vlen edhe futbollit shqiptar. Nuk duhet dalësh direkt Maroka me të shkojnë në grup. Rruga për të shkuar. Edhe Shkëndija po të them unë, se unë që 2 vjet atje. Ka qenë pa fat, ka luajtur me Milanin të dalimin. Ja po ta them unë tash. Shkëndija, unë kam qenë me Strugën. Shkëndija ka qenë skuadër shumë më e mirë në gjitha aspektet dhe që nuk doli kampion 2 vjet. As në Europë s'ka lojë. Shkëndija e këtij viti ka qenë shumë më dobët se Shkëndija para 2-3 viteve. Shkoi në fazën 1/32 e grupeve. Që s'të mori as kampionat, as kupë, por shkojnë në fazën e grupit. Pra nuk thon në mënyrë absolute që të shkojnë në grup. Patjetër dëshira është të ketë besim. Unë jam dakord shumë me ju profesor, por dua të theksoj një element të rëndësishëm në këtë situatë. Skuadra që shpallet kampione, si në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Ka avantazhe. Ka avantazhe dhe është vërtet zhgënjyese momentin që nuk e arrin dot, sepse nëse kalon një tur në Ligën e Kampionave, turin e parë, po themi aty ku e nisim rrugtimin, praktikisht i siguruar play-offin e Ligës së Konferencës dhe do të luash me skuadra që eliminohen nga Liga e Kampionave, që do thotë janë skuadra jo me potencial aq të madh. Ndaj, sot Egnatia ka përgjegjësinë që të përligjë atë që të gjithë presin, sepse është diçka që nuk është tabu apo e paarritshme. Shohim ne në Kosovë, Ballkani ka shkuar 2 herë. Drita e Gjilanit ka shkuar deri në raundin e 1/32-tave. Në play-off, Profesor Duro ka shkuar në play-off dhe ka qenë çështje fatin me sa mbaj mendon që nuk arrit kualifikimi. Skuadrat e rajonit po bëjnë shumë mirë dhe ndaj çfarë na mungon neve për të mos shkuar. Ka një problematik. Skuadrat shqiptare, duke përjashtuar Vllaznin, janë të gjitha në koeficient të ulët. Kjo vjen vetëm nga performanca. Si më shumë në grup të gjitha. Domethënë kur flasim, le të analizojmë Egnatian. Por Egnatia, skuadra ka tjetër. Një panoramë të gjithë sepse ende nuk për Egnatia. Dhe unë shembuj që mora ishin dy Ballkanit dhe Drita që janë kampione në gjithë loja lut kështu. A është ky ekip me organik plot nga sot për të filluar aktivitetin e raundit paraleliminator? Ata kanë bërë merkato dhe kanë marrë 3-4 lojtarë që sot. Po pra i kanë marrë që sot.
Pra ky ekip do filloj përgatitjet sot që kanë dalë kampion po flas. Nëse i ka, kjo është më mirë. Pjesa tjetër e ekipeve që marrin pjesë në kupat e Evropës. Ka gjitha mundësitë. Nga ne, nga ekipet tona, shumicën e rasteve kanë ndryshime rrethore të ekipit. Pra një pjesë lojtarë largohen, marrin disa të tjerë, pastaj ata nuk janë ata që duhet, pretendojnë shumë më radhë. Tani të eksperjenca dhe të pikavrazhi që ka Egnatia. Okej, nuk është ekip me koeficient lart për shkak se sapo ka filluar të marrë pjesë. Pjesëmarrje 4 në arenën ndërkombëtare. Drita ka dalë kampione një herë dhe është skuadra e tretë. Po i referohesh atë Tiranës si një ekip që ka pikavrazh më të lartë për shkak të gjithë pjesëmarrjeve në të shkuar. Edhe Partizani, edhe Dinamo shumë në fakt, aspekt në turin e parë do i duhet edhe pak fat. Për shembull, po marr shembullin konkret. Skuadrat që mund të ketë përballje janë Shamrock Rovers, Kups, Drita e Gjilani. Të tre janë skuadra që kanë bërë shumë mirë sezonin e kaluar dhe kanë kualitet. Po them, nga ekipet, të cilat në këndvështrimin tim ai sa i njohin skuadrat, jo, po them, skuadrat që mund të jenë të përballueshme, mund të jenë The New Saints, Petrokub, Blarne, Flora, ndoshta dhe Lincoln Verdit. Se që thashun, do të shohësh kundërshtarin, pastaj po, patjetër. Mbetet sigurisht për të parë dhe çfarë do prodhoi sezoni i ardhshëm. Ndërkohë që edhe ka pasur edhe ndryshime, në fakt konfirmime të trajnerëve dhe tek Elbasani me Ivan Gvozdenovic, i cili ka renovuar edhe për një sezon tjetër, ndërkohë tek Vllaznia është konfirmuar përsëri Edi Martini për 2 sezone të ardhshme. Si e shikon këtë vazhdueshmëri të trajnerëve? Besoj që Elbasani kishte me detyrim, gjatë gjithë sezonit ka qenë pothuajse në vendet e para. Ne kam besuar te trajneri, edhe ekipi nuk është se ka qenë dobët, ekipi ka luajtur mirë, pavarësisht se le të themi nuk e ka kuptuar dot rëndësinë e ndeshjes së parë ndaj Egnatias, se ka parë Egnatia si ekip që ndoshta nuk është në nivel, ndërkohë që ishte nga ekipet më të mira, ndoshta ajo humbja me Egnatian ajo edhe e dëmtoi Elbasanin për dalë kampion. Ndërsa te Vllaznia ka tash Vllaznia e kupton që e humbi kampionatin vet. Pra asnjëri nuk u shqetësua sa duhet që nga ndeshja e parë me Dinamo që ishte ekipi më i dobut në sensin e arritjes së objektivit, më i vështirë në pozicione të vështira. Nuk ishte mirë ndeshja e parë, Flori, por iku ndeshja e parë. Ndeshja e dytë unë ka thënë që është favorit që lutet për 2 rezultate me Egnatin, edhe fitoren, edhe Barazin. Po edhe të parë. Pra, e gjithashtu edhe unë kam thënë vazhdimisht që ky është një grup mini turneo, i cili përbëhet nga 4 ekipe, si shkonti dhe kur shortit ka dhënë ekipin bashkëkryesues të fundit, do të thotë që dhe me barazimet i shkon drejt ndarjes në ndeshjen finale, ndeshjen e fundit. Nuk e kanë ndërsuar siç duhet, nuk e kanë eksperiencën e dur për të luajtur në një grup mini futbolli. Dhe këtë kam thënë që duhet të konsultonin trajnerët e ekipeve kombëtare që luajnë vazhdimisht në sistem grupi për të kuptuar se si kualifikohesh në një grup me 4 ekipe ku secili luan ndaj secilit. Po, patjetër. Ndërkohë, për ta mbyllur programin sot, një gol spektakolar e Jonathan Lajthia në ndeshjen ndaj Vllaznis. Jurgen, ti ke qenë fakt tek ndeshja tjetër, por besoj e ke parë më pas në përsëritje. Ndjekim ndërkohë edhe me mbulim dhe komentojmë pak impresionin. Po ishte besoj një kurrizim i sezonit që ka bërë Jonathan Lajthia, ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës së Elbasanit, shënuesi më i mirë i kësaj skuadre, ekzekutimi në një moment tillë është fantastik. Besoj se i përmbledh gjitha kjo fjalë, është një aksion që e ka nisur vet. Po ta shohim nga fillimi, është vet ai që merr topin nga gjysmëfusha e skuadrës së tij, avancon përpara dhe e konkretizon. Për një pyetje Jurgenit? Po. Me këtë ngjan ky gol. Tani gje ashtu siç e mendojmë do ta gjesh. Ky gol do thuash me të Bale-it edhe të Ronaldos në Champions League. Po pse flet unë po pyesësh, pse e ndihmon? Ti kushërin do ta ndihmosh. Po jap një asit. Gjithsesi unë besoj se Lajthia është një nga lojtarët më cilësorë që ka zbuluar këtë edicion, sepse ka luajtur për shumë edicione në kampionatin shqiptar. Profesor Durr besoj e një gjithashtu. Më çuditshme Flori. Nuk e kam stërvit, por pas raste ka luajtur me ekipe jo Byli si. Pikërisht, nuk ka qenë nivele të larta. Gjithmonë më ka pas pëlqyer futbollist krau, lojtar që situata një kundër një është si lusot, shënonte, bonte, nuk ka qenë i vlerësuar. Fati qelloi që këtë vit ishte protagonist dhe me merit ka aftësi të jashtëzakonshme. Do të shohim se ku do ta shohim sezonin e ardhshëm sepse ka ofertë. Ka merita, më kujtohet edhe ndeshja me Partizanin, ky eliminoi Partizanin. Është futbollist shumë. Duke mbetur te goli, si tu duk goli? Super. Nuk do të pyes si Riza me cilin gol të ngjan. Ka bërë edhe gola të tjerë, por ky nuk është problemi i golit të futbollistit, por është futbollist që ka qenë futbollisti më me rendiment tek Elbasani. U vendos tash goli Balak.
Apo Balet na qëndrojmë te Championship. Me Ronaldo. Me Zidane, me Ronaldo. Unë do rritë krahasimi me Balet na me Real Madridin. Edhe i është në Champions, në një finale besoj do të jetë. Se kujtoj mirë me të majtën, pashë. Shikon, unë prapë orientohem drejt ekipeve të tua. Tani gjithë të sezon që kemi bashkëpunuar bashkë, pak një lloj favorizimi. Që ishte edhe me Brazilin këtu këtë se pjesën. E ka duar ndoshta në 2022-shin që kemi qenë bashkë. Pa që nëse në Brazil do të ishte vëllëzën e Brazilin. Mjafton apërsia kështu. Sigurisht kemi folur sot për kombëtaren shqiptare, për kombëtaret e moshave, për kombëtaren e vajzave, po ashtu edhe për Egnatian që u shpall kampione e kampionatit shqiptar. Unë do të falenderoj Shpëtim Duro, Jurgen Zela, Florian Riza si përherë, shumë suksese të gjitha ekipeve kombëtare dhe kombëtarët shqiptare sigurisht që ju presin në stadium, duke qenë se sigurisht akoma biletat janë në shitje, qoftë në pikën fizike, po ashtu në një bileta pikale. Ne do të shihemi javën tjetër për të komentuar gjithçka që ka ndodhur gjatë kësaj jave. Deri atëherë, mirupafshim. Thank you.